për gjithë shikuesit edhe dëgjuesit tanë. Atëherë sot do ta zhvillojmë një temë si ndikon teknologjia tek fëmijët dhe a mund të konsiderohet si zhvillim apo si varësi. Bashkë me mua është sociologu Labinot Kunushevsi. Nderuar mirëmëngjes, faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Atëherë fillimisht si ndikon teknologjia tek fëmijët? Po teknologjia ka shumë dimensione dhe shumë faktorë që ndikon tek fëmijët. Tash kemi të bëjmë një gjeneratë e cila ende nuk ka arrit zhvillimin maksimal në formimin e personalitetit, zhvillimin maksimal në formimin e aftësive, po mendoj kështu kognitive, njohëse. Kemi të bëjmë një gjeneratë e cila ende nuk di me bë dallimin ndërmjet botës virtuale dhe realitetit social, ndërmjet gënjeshtrave dhe iluzioneve. Andaj teknologjia sot ka ndikim të jashtëzakonshëm edhe presion shumë të madh psikologjik, kulturor, emocional edhe social tek fëmijët, sepse i fut ata në një ankth kështu të shpejtësisë, në ankthin e qasjes së pakufishme në informacione, të pakontrolluara shpeshherë që munden me qenë problematike dhe që ndikojnë në deformimin edhe të botkuptimeve, edhe në krijimin e iluzioneve, edhe në humbjen e balancit kështu me realitetin social me cilin jetojnë. A mundet me u konsideru teknologjia tek fëmijët zhvillim apo varësi, apo varet se qysh e përdorin? Po tash është një vije holl ndërmjet varësisë dhe zhvillimit. Natyrisht që është varësi psikologjike, sepse sidomos ky modeli scrolling i kërkimit dhe i absorbimit të pafund dhe të pakontrolluar të informacioneve deri te ato më banale dhe të kota që ekzistojnë në rrjetet sociale, e krijon një farë varësie psikologjike, sidomos me hormonin e dopaminës, që është një substancë kimike në tru, e cila çlirohet sa herë që njeriu fillon me kriju varësi ndaj diçkaje dhe me ndjen një farë kënaqësie. Dhe ajo kënaqësi në raport me rrjetet sociale nuk është kënaqësi, po mendoj nuk është lumturi, është vetëm një kënaqësi momentale e cila krijon varësi dhe e bën pastaj shumë vështirë të menaxhueshëm në fëmijën përdorimin e tyre. Kështu që sigurisht se ka dhe funksionet e zhvillimit, sepse teknologjia ofron mundësi të panumërta platforma të ndryshme përmes cilave ai mundet me zhvillu personalitetin e vet, mundet me pasuru botkuptimet e veta edhe morale, edhe etike, edhe profesionale mbi jetën, mundet me si më thon me fitu shumë kuriozitete mbi jetën, shumë informacione, shumë dije, edhe thjesht mundet me zhvillu një farë personaliteti gjithmonë në kontribut edhe në interaktivitet me prindin, me mësuesin dhe me gjitha ata faktorë që ndikojnë. Pra është një vije holl mes zhvillimit edhe varësisë, edhe shpeshherë humbet hapin këtë drejtim, edhe është suksesi më i madh kur arrin me balancu varësinë me zhvillimin e tyre. Nëse teknologjia kthehet në një varësi tek një fëmijë, çfarë simptoma mundet më shfaq? Po ka simptoma të ndryshme, sidomos ato që lidhen aspektin sociologjik dhe kulturor, pra një fëmijë i varur nga rrjetet sociale, është një fëmijë i cili nuk ka kontroll mbi mënyrën se si e përdor, pra nuk ka kriter ose filtr nëpërmjet të cilit ai mundet me filtru, nuk ka mekanizëm nëpërmjet të cilit ai mundet me filtru një përmbajtje të caktuar mediale. Pra qasja e tij është e pakontrollueshme, e pakufishme, shpeshherë irracionale, edhe varësia e nxit kurreshtjen për gjëra edhe të kota, edhe më banale. Edhe këtu ekziston domethënë edhe po ashtu një element që e bën të dallueshëm, është edhe tjetra sepse ai shpeshherë më janë ato përmbajtje serioze që kanë standard lart kulturor, përmbajtje të cilat kishin me zhvillu atë në aspektin profesional, në aspektin botkuptimor, edhe në aspektin e formimit kështu si individ, edhe si qenie sociale. Prandaj fëmijët e varur shpeshherë janë në ankth, shpeshherë mund të bien edhe në depresion, niveli i stresit të ta shpeshherë i lohatshëm, pra nuk ka një stres të menaxhueshëm të ta, edhe vazhdimisht ata e përjetojnë një farë humbje të realitetit, edhe nuk dinë se si me u sill me realitetin edhe me problemet reale që e preokupojnë, duke u futur thellë psikikisht në botën e iluzioneve, në botën e virtuale, e cila shpeshherë ka mashtrime, ka kamuflime, ka indoktrinime, propaganda të ndryshme, edhe këtu janë jashtëzakonisht rrezikshme, prandaj prindi është ai faktori kryesor që duhet me ndiku në edukimin medial të fëmijët, sepse kjo nuk është cenzurë, nuk është diktaturë,
ndonjë presion i madh kështu që e shtyp, si me thonë, spontanitetin ose kreativitetin e fëmijët, përkundrazi një kontroll më i shtuar kish me qenë pozitiv për fëmijët, sepse pasojat këta fëmijë vujnë sidomos deri në moshën 25 vjeçare, sepse është zbuluar edhe gjenetikisht që kjo korja parafrontale në ballukët e njeriut zhvillohet deri në moshën 25 vjeçare. Dhe aty shpeshherë është një farë ndeshje, një farë konflikti mes të vërtetave dhe gënjeshtrave, prandaj fëmijët nën moshën 25 vjeçare, në këtë rast po flasim nën moshën 18 vjeçare, sepse është një distancë e madhe kohore, zgjat deri në 25, janë shumë të prirur me kriju iluzione nga rrjetet sociale, pra kanë shumë më vështirë me e filtru edhe me zhvillu atë kriterin e dallimit mes të vërtetës edhe të pavërtetës. Përveç kësaj, çfarë masa tjera duhet me ndërmarrë që me shpëtu në një farë forme një fëmijë prej teknologjisë ose prej varësisë të teknologjisë? Mendoj që një kontroll më i shtuar edhe më i rrept edhe më rigoroz, pa kompromis i prindërve, i familjeve përgjithësi mbi fëmijët kish me qenë një sukses shumë i domosdoshëm edhe i nevojshëm, pra një kontroll më rigjid, po ashtu një edukim medial që do të mund të futej ose të implementojë nëpërmjet sistemit publik të arsimit. Fatkeqësisht edukimi medial nuk është prioriteti i sistemit të arsimit në Kosovë, edhe lëndët e edukimit medial shpeshherë trajtohen si lëndë periferike, dorës dytë, si lëndë zgjedhore, prandaj nuk ka një strategji Ministria e Arsimit për ta zhvilluar edukimin medial. Mendoj që përmes edukimit medial në shkolla kish me qenë shumë e mundshme realizu, ose mu plotësu një komponente tillë që fëmijët me qenë shumë të mbrojtur nëpërmjet edukimit që e marrin në shkolla, dhe gjithashtu edhe një kontroll kështu ndoshta një filtr pak më i holl, sidomos etik mbi përmbajtjet mediale, por nuk po flasim për cenzurë, po flasim për një përzgjedhje kështu, një farë lloj seleksionimi pak më kulturor të përmbajtjeve që fëmijët mos me qenë vazhdimisht rrezikum ose më ekspozu përmbajtjeve të tilla, sepse shpesh e shohim edhe media ose përmbajtje të caktuara mediale që janë të papërgjithshme edhe të papërshtatshme për fëmijë, të cilat e ndjekin logjikën e tregut, logjikën e viralitetit, senzacionit, edhe këto e arrin, domethënë shumë suksesshëm, sepse provokojnë kurreshtin e fëmijët, mirë po ata një nënane më njanojnë, domethënë anashkalojnë një pasojë shumë të madhe që ka të bëjë me shëndetin, sidomos mendor të fëmijëve. Deri në çfarë moshe është ose ekziston rreziku që një fëmijë me u boj varur prej teknologjisë? Po sidomos prej moshës së hershme, prej kur fëmiu fillon me bani farë dallimi, po mendoj kështu ndoshta edhe strukturor, jo me vedije të plot, prej moshave të hershme para se me fillu shkollimi fillor, e deri në moshën 18 vjeçare është domethënë periudha më sfiduese dhe më delikate dhe më e pambrojtur, njëkohësisht edhe më entuziaste për me eksploru. Prandaj, sidomos nxënësit e shkollave fillore janë shumë më shumë të prirur edhe shumë më shumë të rrezikum nga pasojat e përdorimit të internetit edhe qasjeve të pakontrolluara në media. Prandaj ato duhet me u vu fokusi më i madh edhe i prindërve edhe i vetë sistemit të arsimit, sepse aty nuk funksionojnë domethënë në mënyrë të balancuar me këta mekanizmat e kontrollit, edhe fëmijët shpeshherë janë nxitur nga kurreshtja, edhe këtu domethënë e humbin hapin, edhe kjo kurreshtja e madhe e mbyt spontanitetin, kreativitetin e tyre, naturalitetin e tyre si qenie, edhe këtu domethënë mendoj që kjo është mosha më sfiduese. Nëse fëmijët bëhen të varur prej teknologjisë, sa ekziston rreziku që më ju ekspozu edhe gjuhës të urrëties online ose bullizmit e mandej me ndiku te gjendja e tyre emocionale? Po gjithsesi, një varësi psikologjike ndaj mediave pastaj është një terren i madh i minuar, ku ti nuk mundesh me ditë saktësisht shprehur kështu në mënyrë figurative se ku mundesh me lëviz ose në cilin rast mundesh me shpërthy diçka dhe me tu amputu për shembull këmbën. Në këtë rast ne kemi të bëjmë me amputimin e mendjes, sepse është një zonë e minuar, edhe pasojat domethënë janë jashtëzakonisht të rrezikshme, edhe mendoj që problemi më i madh këtu shfaqet kur fëmia lihet totalisht në liri të plot pa përgjegjësi, në emër të, si më thonë, jemi një shoqëri liberale, një shoqëri që i plotson drejtat e fëmijëve, edhe një shoqëri e cila nuk i cenon ose nuk i cenzuron drejtat e tyre. Pra është një farë ide kështu jo shumë e shëndosh që thotë se fëmijët duhet të lënë të lirë, mirë po edhe kjo liria pa përgjegjësi nuk është liri, është abuzim. Sidomos kemi të bëjmë me fëmijë që nuk kanë aftësi vetë mbrojtëse,
Prandaj edhe kemi të bëjmë me një invazion të madh të mediave që janë sofistikuar në aspektin e provokimit të mendjes, provokimit të hormoneve, provokimit të adrenalinës që shpeshherë ushqejnë tek fëmijët. Prandaj domethënë është një betejë shumë e ashpër, por mendoj që është e zgjidhshme sepse varësia ndaj rrjeteve sociale është e shorueshme, ka terapi, ka mundësi dhe forma dhe aktivitetet ndryshme që munden me çliru në mënyrë spontane, jo po flas në mënyrë artificiale, jo nëpërmes, si më thon, forma farmaceutike, barrave të ndryshme, të cilat krijojnë një farë lumturie artificiale të rreshme, por po flas nëpërmjet formave reale, spontane, humane, sociale, aktivitete të ndryshme, ku këtu kontributin ose participimin më të madh munden me bë vetë prindrit. Mendoj që përgjegjësi kryesor në këtë moçal, po mendoj kështu medial, ku fëmijët rrëshqasin, është vetë prindi. Qasja liberale e prindit në raport me fëmijët, dhe është i vetmi prindi ai si autoritet, edhe moral, edhe kulturor, edhe familjar, që kish mujt me frenu dhe me balancu, domethënë, këtë rrezik tek fëmijët. Po në këtë rast, a ish dash me funksionu qashtu që duhet edhe trekëndshi prind, mësimdhënës edhe fëmijë? Po ky është një trekëndsh pedagogjik, që teorikisht qëndron shumë mirë edhe shpeshherë promovohet nëpër trajnime, nëpër shkolla, institucione të ndryshme, por që realisht nuk funksionon. Domethënë është vetëm një iluzion, sepse ky trekëndsh shalon shumë, përderisa vetë shteti nuk e ka një sistem si thash me prioritet edukimin medial të fëmijëve, edukimin e shëndetit publik të fëmijëve, natyrisht që nuk interesohet me kriju programe cilat kishin me lidh këtë trekëndsh mes fëmijët, prindit edhe mësuesit në shkollë. Mendoj që ky trekëndsh po kish me qenë një zgjidhje ideale, sepse në çdo shoqëri të emancipuar edhe sidomos perëndimore në botë, funksionon ky trekëndsh në mënyrë shumë të përgjithshme, secili e ka rolin e vet, edhe detyrat e veta dhe përgjegjësitë janë edhe morale, jo vetëm ligjore. Prandaj tek ne nuk funksionon sa duhet, sepse arsimi është domethënë një pikë shumë e dobët në aspektin kulturor në Kosovë, nuk është prioritet si thash më herët, edhe shpeshherë është edhe një indiferencë e madhe, edhe tek mësuesit me bashkëpunu këtë drejtim, por edhe tek prindrit. Dhe natyrisht që fëmiu kur e sheh edhe prindin edhe mësuesin indiferent, natyrisht ai nuk mundet me gjetë një korajë dhe me vazhdu vetë. Bisedum për disavantazhet e teknologjisë në këtë rast, po cilat janë avantazhet ose cilat janë të mirat që mundemi me i marr prej teknologjisë? Po sigurisht që teknologjia i ka dy anë, ka edhe anë shumë pozitive, natyrisht nëse përdoret në mënyrë të arsyeshme, në mënyrë të planifikuar, në mënyrë të kontrolluar, edhe sigurisht që ofron mundësi të shumta, sidomos ato që kanë bëjnë me zhvillimin e aftësive të ndryshme, shkatësive të buta, përfitimin e njohurive dhe dijeve të ndryshme, gjurmimi ose eksplorimi nëpër platforma të ndryshme, programe, kurse, cilat e zhvillojnë domethënë një fëmijë në aspektin edhe psikologjik, edhe logjik, domethënë i zhvillojnë gjitha inteligjencat. Po flasim edhe për inteligjencën mendore, edhe për inteligjencën emocionale, edhe për inteligjencën sociale, edhe atë motorike, edhe gjitha llojet e inteligjencave. Domethënë teknologjia sot ofron mundësi të pakufishme të përdorimit pozitiv të saj, sidomos në fushën e eksplorimit, dhe gjetjet e këtyre eksplorimeve munden fëmijët mi përdor në zhvillimin e tyre profesional, akademik, moral, botkuptimor, edhe thjesht mu kriju personalitete kështu stabile në jetë. Domethënë ekzistojnë mundësi shumë thjeshta, mirë po ato janë zakonisht sfiduese sepse këtë varet nga interesimi dhe kurreshtja e një fëmije. Nëse fëmiu ka e ka të zhvilluar me varësim psikologjike ndaj një diçkaje që është shumë e shpejtë, shumë e lehtë, shumë intriguese, që zhvillon adrenalinën ose dopaminën, edhe thjesht ju jep njerëzve kënaqësi materiale, natyrisht që fëmijët nuk kanë me eksploru për anën pozitive të teknologjisë, sepse ajo është anë pak më sfiduese, ajo është pak më kritike dhe natyrisht që duhet me pas kogja durim, vizion, edhe duhet, si me thonë, me aktivizu gjitha llojet e inteligjencave, por në një farforme duhet me pas disiplinë. Vetëm fëmijët e disiplinuar arrin me konsumu përmbajtje serioze në media. Atëherë, i nderuar, faleminderit shumë që ndat këto informacione me ne. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua. Kaq sa i përket kësaj lidhje direkte, Limnia në studio.